Një biznesmen i detergjentëve në Tiranë ka rënë pre mashtrimit kibernetik, ku si pasojë janë grabitur 25.000 euro. Skema është realizuar për një shtetasi nigerian, i cili i kishte dërguar përmes një emaili faturën e detyrimit për mallin e porositur. Sipas dosjes hetimore, kërkesa për shlyerjen e detyrimit ishte nisur nga emaili zyrtar i kompanisë prodhuese me bazë në Itali, ku thuhej se shuma do duhej të kalonte në një tjetër llogari nga e mëparshmja. Në dosje thuhet se marrëdhëniet financiare rregulloheshin përmes komunikimit me email prej 10 vitesh. Pak ditë pasi ka bërë pagesën, kompania MOM ka telefonuar duke i kërkuar shlyerjen e detyrimit, duke sjellë dhe dyshimin se biznesmeni shqiptar ishte grabitur. Pas hetimeve, rezultoi se nga emaili ndryshonte vetëm një gërm, që nuk ishte vënë re. Madje për ta bërë më të besueshme kërkesën, hakeri kishte përdorur edhe komunikimet e mëparshme mes dy bizneseve, duke mos ngjallur dyshime për shlyerjen e detyrimit, çka tregoi se emaili i kompanisë ishte hakeruar pasi kishin nivel të ulët siguria. Mëtej akuza ka zbuluar dhe hakeri nigerian, për të cilin prokuroria thotë se ka kërkuar në gjykat dënimin me 10 vite burg. Sebastian Nek Benedor akuzohet për mashtrim kompjuterik. Si një rast i përsëritur, prokuroria u ka bërë thirrje bizneseve që të mos bien prej këtyre mashtrimeve, duke marrë masa për një mbrojtje të lartë të sistemeve të tyre kompjuterike, të faqeve të tyre të biznesit, si dhe të emaileve apo passwordëve, si dhe të kontrollojnë me kujdes autenticitetin e çdo materiali, sidomos kur kërkohet ndryshimi i destinacionit pagesës.